Ka tjerë me një numër në fund është 417, ku më ka dërguar edhe mesazh, kur kum pyet cilin e Morselo, urgjent, që na kanë gjuhë edhe na kanë bën këtë formë. Dhe pastaj unë s'u kom lajmëru, sepse nuk e kom njeh numrin edhe isha te komshita të shkum për të ndaj. Vlerëta dhe njëherë pyetjen e prokurorës tash verbal nëse a jeni ju I vetëdijshëm që ju jeni personi I parë me të cilën Naim Morseli ka biseduar pas vrasjes së bashkëshortës së tij. A ju ka thënë në atë bisedën e parë da moja supruga Liridona ubijena. Që bashkëshortja Liridona I është vrarë? Po, ma ka thënë që na kanë gjuhë edhe na kanë vrarë në këtë formë, po. Kur ju ka thirrur për e ju nuk jeni lajmëruar. Pas kësaj ju ka shkruar mesazhe. Da li vas je zvao sa istog? A ju ka thirrur nga numri I njëjtë? Ka tjerë me një numër në fund është 417, ku më ka dërguar edhe mesazh, dhe pastaj unë s'u kom lajmëru, sepse nuk e kom njeh numrin edhe isha te komshita të shkum për të ndaj. Edhe më ka çu mesazh saktësisht 8:32 minuta me mesazhin urgjent, qele urgjent Naimu. Nga cili numër I ka dërguar porosit dhe në cili numër ju I ja keni kthyer porosit, mesazhet? Dy numra. Numri I parë që ceka më herët është edhe numri I dytë. Dy numra. Që ka filluar me thirr prap. I parë që është që e ceka më herët. Numri I dytë është me numër, 3 numrat e fundit 907. Edhe këtu më ka shkruar mesazhe. 907. Edhe në këtë numër më ka shkruar mesazhe. A ti lexoj? Po. Në fillim qele, 3 herë. Me këtë numrin e fundit që se ka me 907 në fund. Kur I kam shkru me fal cili Naim, jam me musafir. Kam reaguar në numrin e dytë, 0. Morselo, kur kum pyet cili Naim, Morselo, urgjent, një shkrim jo I qartë, ka dash me shkruar urgjent, pastaj ovalën. Shkrim jo, po ti, Morselo, ka qenë një shkrim jo I qartë, ka shkruar urgjent. Pastaj ovalën na kanë vrarë. Pastaj thot aparati ka qenë I Naimit, po numri I firmës, në rregull. Sa do të poseqim në Tani po ju rikujtoj me një pjesë të deklaratës të cilin e keni dhënë në polici 15/11/2023. 12/2023, falni. 12/2023. Kaže, Ku thot, Naimi më është lajmëruar I rekao mi da dhe se më ka izašli thënë da nas opljačka. që kanë dalur të na plaçkisin I da su ubili Liridonu. dhe se e kanë vrarë Liridonën. 3 tačke. 3 pika. Sećate li se te? A ju kujtohet kjo pjesë e deklaratës? Kur kem Da li vam je baš tako? A ju ka thënë saktësisht kështu? Po, na kam plashkit. Edhe më duket tash se jam edhe shumë I sigurt, a kanë thonë e kanë vrarë Liridona, apo na kanë vrarë, kjo është njëra nga këto. Nakon što ste vi Pasi që keni biseduar me Naimin në telefon, možete li nam reći šta ste uradili? a mund të na tregoni çka keni bërë? Unë me një herë kom marrë. Ja, odmah sam
Makinën e komshiut, bile bashkë me të, edhe kam hez në drejtim të asaj zone ku ka ndodhur rasti. E kam thirrë edhe një herë me këtë numër, por më ka thonë që më ka lënë një ideal, më ka thonë që Naimi ka shku vetëm në polici. Këndi ki taku në vend ngjarjes? Ja, jemi veç e mi afru aty, kanë qenë polic, Okej. edhe s'ka lënë më afru më shumë. Veç e ku më pyet, a ka vdek dikush, po ata se më kanë tregu fare dhe me njerë më largu, se s'kanë lënë më najt aty afër. Me 922 numrat e fundit, edhe më ka thonë që Naimi është mirë edhe fëmijët janë mirë, 2-2, me porosit Naimit. i cili më ka thënë se Naimi dhe fëmijët janë mirë, dhe kjo ka qenë sipas porosisë së Naimit. Po. Mande unë, nëse me vazhdu prap? Po. Kam shku në shpe, ku më quat komisionë edhe kom marrë makinën time, që më s'mi ngarkuat e më shumë. Edhe jam nisën në drejtim të stacionit policor. Ndërkohë, duke shku më ka thirrë edhe një polic tjetër me emrin Bashkim. Ka qenë 10:36 minuta. Edhe më ka thonë, a mund është marrë në stacion, se duam t'ja komunikojmë Naimit që ka vdek Loridona, e t'jesh ta ketë dikon të afër vetës. Edhe i kom thonë që po, për vime një herë. Mande unë e kam shku aty, por kur ata vetëm ndërkohë kishin pas komuniku lajmin. Majnë mand, kur kam shku një herë, aty me një zyre të vogël, kishte qenë Naimi, ngushtlova. Ndërkohë erdhi prokurorja e rastit edhe më kërkoi që me liru zyrën edhe dola jashtë. Pastaj isha aty në korridor dhe rreth orës 11:30 ndoshta erdhën edhe familja e Loridonës komplet. Saktësisht kam marrë edhe me Leonardin pak aty në ngushtlova. Unë jam vllai i të ndjerës Loridona Ademaj. Unë kam vetëm 2 pyetje. Dhe mundësisht me përgjigjesh me po ose jo. Pasi kemi najt bashk në stacionin e policisë në Dragodan, ju keni deklaruar se keni shkuar së bashku me Naimin për në Sves. A njeni personin e tret i cili ishte me juve? Jo. Ti kthehemi çështjes më konkretash. Ju treguat që keni qenë në stacionin e policisë ku unë isha së bashku me fëmijët. Fillimisht drejtor, si ishte gjendja ime, a isha i qetë, i shokuar, apo çfarë përshtypje keni? Në ato momente kur kam hyrë në atë zyrën e parë një herë, më ke do shumë i shqetësuar. Dhe ju i keni takuar edhe fëmijët në stacionin e policisë. Po, kem ndejt 1 orë, mu i të them, minimum, Po, në nëse ju- sallën e madhe. Vetëm pak, ju i keni takuar edhe fëmijët, nuk patëm pyetje, a është e vërtetë kjo? Po, Po, kemi ndajt rreth 1 orë aty me ta. Po, Po. ne? Fëmijët, drejtora, kanë qenë në dieni që momi i tyre nuk ishte më në jetë. jo, Sa dush kënë dush. Fal, nuk të posh, avokat? O përgjesh me avokat. Fëmijët a kanë qenë din... Okej, dëshmitore u përgjigj jo, në rregull. Atë natë ju me dërguat në hotel, drejtor, dhe të nesër me në mëngjes
ju erdhët prapë në hotel. Dhe a është e vërtet që ishit ju që porositet mëngjes për në dhomë, dhe që pastaj unë nuk e mora asnjëherë, por ishit ju që e porositet. Janë kalu kohë shumë, mund ndodhë, nuk mund ta mohoj, po nuk më kujtohet saktë. Ka kaluar shumë kohë, mund të ketë ndodhur, nuk mund ta mohoj, por nuk e kujtoj saktë. Po. Ma vonë, drejtor, ju ma sollet një telefon, një telefon dhe numrin tim e kishit morë nga IPCO prap, dhe edhe një zarf me 2.000 euro kanë qenë, nëse ju kujtohet. Po, Është e saktë jo? po saktë. Pse ma sollet një telefon dhe numrin tim prap? Ta solla duke u nisë nga ajo që ju kanë plaçkit dhe ju kanë marrë, edhe që mi pas për komunikim. Po. Ju, përveç kësaj, ma vut në dispozicion edhe shoferin tuaj, Po, betimin. po.